Unë jam Alfred Lela, ky është emisioni Politikon në politico.al. Kam të ftuar sot për një intervistë 30 minutëshe një deputet të ri të Parlamentit Shqiptar, Ralph Gjonin. Ralph, faleminderit që pranuat ftesën, mirë se erdhët. Faleminderit ty Alfred, edhe kënaqësi që jam për herë të parë në studiot tuaja. Suksese. Faleminderit. Do doja një përshtypje të asaj që ndodh çdo ditë dhe si e mbani mend parlamentin klasik tonin deri kur ju futët në të dhe çfarë gjetët ndryshe? A ka ndonjë gjë që ju emocionoi, ju bëri përshtypje, ju zhgënjeu? Jam kurioz për jetën parlamentare pas bojkotit të opozitës. Që në fakt ti e ndjek për kaq vitesh nga shumë afër. Për mua nuk është se ishte ndonjë ndryshim i madh përveç se katit, sepse unë për 4 vjet, duke qenë se isha kabinet të kryetarit kuvendit, në sallën e seancave plenare shkoja gjithmonë tek llozha e kabinetit dhe deputetët i shifja nga sipër, pra mbi kokat e tyre. Ka qenë llozha ime, ka qenë nga ana e Partisë Demokratike. Tani jam një prej atyre të ulur në atë sallë. Në emocion i veçantë për mua nuk ishte. Ndjesia ishte rikthim në sallën e shtëpisë, pra punës që unë kam pas për 4 vjet. Ishte edhe një ditë tronditje për mua se pata atë sulmin e famshëm të Bojatisjes, se fatkeqësisht 2 gjëra do ngelen nga ajo ditë me sa më tha dikush. A është kjo ajo që do mbetet gjëja më e fortë nga dita? Më tha dikush këtë javë që me 2 gjëra je përfundimisht i identifikuar, me Bojatisjen tha dhe me rrogën e qelbur. Të dyja kuptohet momente kritike të asaj dite. Dhe që vlen për t'u analizuar. Por në emocioni veçantë nuk ishte përgjegjshmëri, as kënaqësi nuk ka qenë, e kam thënë edhe më përpara, se nuk është një kënaqësi të futesh në parlament për një palorrog, pra po e përsëris atë konotacionin e fjalës së qelbur, se nuk është një fitore e madhe të jesh deputet në kushtet aktuale të krizës politike shqiptare. Ralph, nuk është megjithatë, po ju drejtohem me emër. Patjetër, lutem. Nuk është megjithatë palorrog për shqiptarët e tjerë që e kanë rrogën, ndoshta është një palorrog për shtresën e mesme lart, por jo për një vend që e ka rrogën mesatare, nuk e di, mbi 200 euro ose afërsisht 200 euro. Ai është një turp kombëtar, ai është një katastrofë kombëtare, ai është një tragjedi familjare për gjithë ato familje. Pse i them unë rrogë e qelbur ose palorrog? Ka të bëjë shumë me cilësinë e punonjësve të administratës publike apo të atyre që në anglisht quhen shërbëtor publik apo public servants, që ne arrim të thithim në funksion të administratës publike dhe në parlament. Ka një konotacion dhe ka një lidhje direkte midis cilësisë së keqe të një administrate publike, nivelit të lartë korrupsioni dhe rrogave të ulta. Dhe shumë vende, për shembull Hungaria është një prej tyre, kanë marrë masa drastike në momentet caktuara të viteve të tyre demokracisë, të tranzicionit, për të rritur rrogat 2 fishuar, 3 fishuar, sidomos në pozicionet kyçe të administratës, për të rritur efikasitetin, profesionalizmin, cilësinë e administratës dhe të shtetit, dhe gjithashtu edhe për të ulur korrupsionin. Sepse pse them unë rrogë e qelbur ose palorrog? Një deputet në Shqipëri merr më pak se sa asistenca sociale që merr një i papunë në Francë ose në Gjermani. Një polic që duhet të ruaj drogën që kalon nga Elbasani drejt Durrësit. Ajo është rrogë e qelbur. Jo, janë të lidhura, janë një paket. Rroga nuk është vetëm e deputetit, është e të gjithë punonjësve të shtetit. Një polic që merr 400.000 lekë, kur kalon furgoni me drogë, Fred, më thuaj ti, dhe kur ai trafikanti ndalohet nga polici dhe i ofron 5.000 euro, po marr një shumë kod për hir të argumentit në dorë, ti mendon që polici nuk është i të nduar ta marrë atë 5.000 euro, kur merr 400.000 lekë. Pra, është një pikë delikate, e di që është përdorur shumë edhe nga ish politikanët, ish deputetët e mëparshëm që kanë pasur frikë ta hapin si debat, por unë mendoj që ka ardhur koha ta hapim si debat. Duhet rritur të ardhurat e administratës publike, të policëve, të doktorëve, të deputetëve, të kabineteve, të ministrave,
të gjithë shërbëtorëve publik duhen rritur 2 fishuar, 3 fishuar për të rritur cilësinë. Nuk duket sikur do të tingëlloni, po themi, pak keq duke u marrë kaq gjatë me një shqetësim si rroga, Jo. ndërkohë që thatë nuk keni shkuar për një palo Po rrogë. pra, shqetësimi ku është shqetësimi? Shqetësimi është tek arsyeja pse Shqipëria ka një shtet kaq disfunksional, nuk ka të bëjë me rrogën. Pra, rroga është simboli. Thelbi i problemit është cilësia e shtetit. Pra, cili është kualiteti i vendeve anglo-amerikane, ose protestante, ose demokracive perëndimore? Shteti. Një shtet funksional, shteti fort. Me çfarë teze erdhi Rama në pushtet në 2013? Do bëj shtet, apo jo? Pse shqiptarët e votuan? E ka bërë Do bëj shtet. E ka bërë shtetin Rama? Po jo pra. Se ka bërë. Po jo pra, ky është thelbi i gjithë bisedës. Ju mendoni se hyt aty dhe jeni aty për të bërë këtë shtet munguar? E keni këtë iluzion? Tani, ta mbaroj pak atë, ta mbaroj. Jo, mos zgjasin shumë në teorinë e shtetit, ju lutem, se intervista do kthehem tek pyetja e parë shumë shkurt. Çfarë ndjesi e kam nga parlamenti? Ndjesia ime e parë atë ditë është që gjatë seancës filluan këta deputetët e Partisë Socialiste duke mbajtur fjalime tamam si në kohën e komunizmit. Fushat tona në lushnjë të mbjella, bujësia jonë, me lavde. 20 minuta fjalime secili me fjalë kot, bosh. Pra, këtë lloj cilësie do të tërheq parlamenti, këtë lloj cilësie do të tërheq administrata publike. Me ato rroga, unë mendoj realisht nuk janë rroga, sepse shumica e tyre janë biznesmenë dhe nuk vinë për rrogën, dhe rroga nuk do bëhen ndryshim të cilësia, mendoj unë. Biznesmenët nuk mbajnë fjalime, i dashur Alfred, ndiqi me kujdes. Asnjë biznesmen që ka hyrë në parlament, që e ka goxha lekun të bërë më përpara se të hynte në parlament, nuk bën fjalime nga 20 minuta. Po ta shohësh, biznesmenët nuk mbajnë fare fjalime. E ke vënë? Kush i mban fjalimet kryesisht? Po i mbajnë këta që kanë hyrë, që janë deputet listash. Duan t'i bëjnë përshtypje kryetarit. Po pra, me fjalë, unë edhe këtë të njëjtë ju drejtova Partisë Socialiste si partia WhatsAppiste. Pse? Sepse është shumë simbolike. Kryeministri ka 3 javë që nuk vjen në parlament. Erdhi të njëjtën, ndonjë një orë, mbajti 59 minuta monolog, 1 minutë morë me kujtim gjuzin dhe pastaj iku. Biles unë u çova, i kërkova edhe kryetarit parlamentit llogari përse kryeministri nuk qëndron, sidomos në një ditë kur diskutohet raporti për integrimin evropian, i Komisionit Evropian. Kryeministri është gjithnjë më shpërfillës ndaj parlamentit, ndërkohë që parlamenti duhet ishte krejt e kundërta, duhet ishte legislativi i fortë që i kërkon llogari ekzekutivit. Nuk mendoni se i ka ikur kundërshtari, i ka ikur sfida, siç e thatë dhe vetë, me këtë do ta këtë do ta bëj sfidën me kujtim gjuzin. Cila sfidë? Sfida e opozitës në parlament. Të lutem. Tetet parlamentare kanë rënë, nuk pavarësisht se ju rrenim shumë, duket se kanë rënë, qoftë edhe për të ofruar pak po themi atë spektaklin e përplasjes. Tani është më Alfred, kujtim gjuzin unë e mora si shembull. Po kujtim gjuz të tjerë, dhe unë e përmenda si kujtim gjuzin unë e mora si shembull që u mor me kujtim gjuzin, ndërkohë që gjuzi ndërhyri për diçka që nuk ishte e lidhur me argumentin për cilin ai po fliste. Por opozita që është larguar është shumë herë më e papërgjegjshme bashkërisht se sa një kujtim gjuzi që është futur në atë parlament. Ky është argumenti sot, dhe kjo është biseda që ne duhet bëjmë. Mund të jetë kështu, Ralf, po, dhe do ta bëjmë bisedë. Dhe unë nuk shoh që ka pasur sfidë në të kaluarën kaq të madhe, përveç se ka pasur një shtrat dhe një krevat të ndarë mes 2 partive kryesore. Në këtë shtrat janë gatuar ndryshimet famkeqe kushtetuese të 2008-s. Në këtë krevat si ta them, u mbars kodi elektoral prej cilit jemi këtu. Nuk i diskutoj si debatoj do të vërtetet e kësaj që po thua. Por megjithatë kam një pyetje. Nuk mendoni, Ralf, se ju nuk e përfaqësoni më atë sigël e cila ju kandidoi edhe pse në një vend jo fitues? Dhe ajo parti në siglën e cilës ju garuat, edhe duke ditur se nuk ishit në një vend fitues, duke ditur se nuk do futesh në parlament, forumët e asaj partie, pjesët e cilëve ju keni qenë, morën vendimin që të largoheshin prej parlamentit dhe megjithatë ju u futët. A nuk duket se edhe këtu ka një lloj, po themi, shkelje? I gjithë
e gjithë situata aktuale është jo vetëm e pa precedent, po është e pa kuptimt. Pra të kesh një opozitë të tërë që të braktis mandatet në mas, kjo është e paparë, ndonjëherë, në një vend të botës. Unë nuk njoh ndonjë shembull tillë. Ne nuk jemi këtu për shkak të zgjedhjes son. Pra, ata zgjodhen që të largoheshin dhe na detyruan ne si emra pasues në lista që të merrnim të merrnim përgjegjësitë tona. Ju ishit pjesë e listës së LSI-s ose të PD-s deri kur momentin kur vendosët të bëshit emra. Jo, do e shtjelloj edhe atë. Pra, ne që jemi futur në atë parlament tani, dhe që me sa po shoh po arrin drejt mbushjes, nuk e di a do arri 140 apo jo, por nuk është se ka ndonjë rëndësi të madhe për funksionalitetin e parlamentit. Ne jemi futur atje sepse secili ka arsyet e veta personale. Unë nuk mendoj që arsyet e mia janë të njëjta me arsyet e dikujt tjetër. Secili ka arsyet e veta. Unë personalisht jam futur sepse unë s'kam besuar asnjëherë që LSI-ja ka qenë biznes privat apo prom private. Unë kam besuar gjithnjë në angazhimin tim dhe mund të ma shohësh në 10 vjet angazhim politik që ne njihemi bashkë, në të gjitha detyrat e mia publike që kam pas, unë nuk kam marrë lek nga LSI-ja ndonjëherë. Unë jam paguar nga taksa paguesi shqiptar. Edhe kur kam qenë i punësuar në LSI si sekretar ndërkombëtar midis detyrave të mia shtetërore, unë kam marrë rrogën nga taksa paguesi shqiptar. Dhe nuk e kam parë ndonjëherë LSI-n si prom private as të Ilir Metës dhe as të Monika Kryemadhit. E kam parë angazhimin tim në atë parti si një investim vullnetar personal rreth një kauze rreth cilës unë besoja që ishim bashkuar të gjithë ne figurat kryesore elektorale të LSI-s. Në momentin që LSI-ja fillon... Kur pushuat ta besoni këtë? Dhe në 2017 fillova zhgënjimin e parë, me mënyrën se si filloi të ndronte linja politike e LSI-s. Pra për mua, unë kam qenë shumë partizan i koalicionit që ne kemi pas me Partinë Demokratike në fillim, pra 2009-2013, por as pak partizan i këtij koalicioni të tanishëm i cili nuk bën sens. Nuk bën sens as për vetë votuesit e Partisë Demokratike dhe as për votuesit e LSI-s. Pra nuk është se ka ndonjë dashuri ose mirëkuptim ose një sinkron në një frekuencë bashkëpunimi. A ishte kjo në aleancën PS-LSI? Unë mendoj që në leadership ka qenë një aleancë më problematike se sa aleanca Meta Berisha. Pra ka pasur një kulturë shteti dhe një mirëkuptim më të madh në eksperiencën time personale flas. Unë atë kohë kam qenë zëdhënës i Ministrisë së Jashtme dhe ne kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me kabinetin e kryeministit Berisha në atë kohë. Pra shteti ose koalicioni në nivel shtetëror funksiononte ndoshta më smooth, më mirë, më profesionalisht. Me Partinë Socialiste ka pasur më shumë cicmice. Pra është si ajo puna e dy kushërinjve të parë brenda një familje që zihen më shumë me njëri tjetrin. Kurse baza mendoj që ka qenë më afër. Baza elektorale e LSI-s dhe baza e PS-s, mendoj që duke qenë se vjen prej së njëjtës familje politike. Duam, s'duam. Quasi të majt, se nuk mund t'i quaj parti të majta totalisht, se unë nuk besoj që në Shqipëri ka të majtë dhe të djathtë, po nominalisht të majta. Pra, në këtë sens, unë kam besuar gjithmonë që jo vetëm angazhimi im, por edhe detyrat e mia, edhe përgjegjësitë e mia në LSI gjatë këtyre 10 viteve, kanë qenë pjesë e një programi të përbashkët politik dhe një kauze që na ka bashkuar. Në momentin që kjo kthehet në prom private dhe vendimarrja nuk është më kolegjiale e gjithë leadershipit LSI-s, por vetëm e 1 ose 2 personave në mënyrë bajraktarike, atëherë dhe po i referohem vendimit fundit për të braktisur mandatet, në këtë moment unë jam i detyruar që të mos pranoj një vendim të partisë që bie ndesh me të gjitha vlerat ku unë besoj dhe kam besuar gjithnjë dhe me të gjitha arsyet për të cilat unë kam qenë pjesë e asaj partie. Ka patur përpjekje? Unë e kam thënë edhe në janar, se janë munduar këto mediat argate lëpirëse, ca emisionet, ca gazetar ta marrin jashtë kontekstit. Unë kam thënë, kam qenë tek Turgjeji në janar, ku kam thënë po, do e digja mandatin, nëse do ishte puna për kodin elektoral, patjetër që do e digja mandatin, po do ngujohesha në parlament. Derisa majoranca të vinte atë, nëse unë do isha i bindur si opozit, që realisht nuk ka
dakordsi për të ndruar kodin. Por a ka Ralf në fakt rëndësi forma e largimit dhe bojkotit? Ju keni propozuar me sa duket më parë bojkot penguim parlament për kodin, për shëndoshje të zgjedhjeve. Opozita gjeti këtë mekanizëm, bojkot parlamentit ose largim ose direkt mandateve duke dalë në rrugë. Ka një problem. Megjithatë duket se 3 muaj para rekomandimit të komisionit. Ju mendoni 4 muaj përpara vendimit të Këshillit. Ju mendoni se është bërë me qëllim bllokimin e integrimit? Jo. Them konteksti në cilin u mor vendimi radikal për të dalë në mas nga parlamenti, u mor në një kontekst shumë delikat për Shqipërinë. Pra, jemi në 6 mujorin ku duhet të jepet rekomandimi i komisionit, merret vendimi nga Këshilli Evropian, ndoshta s'hapen negociatat, s'ka ndonjë rëndësi të madhe, po do merret ky vendim, po apo jo. Dhe në të njëjtën kohë flasim në një kontekst rajonal, ku bisedohet për kufirin Kosovë-Serbi, për ndoshta përfundimin e një marrëveshje, bisedohet për Bujanovcin edhe Preshevën. Kemi një kontekst tjetër pozitiv në Maqedoninë e Veriut, kemi një kontekst tjetër që mos ta injorojmë, mos jemi naiv. Rënien e eventuale të Ciprasit dhe ndoshta ardhjen e Nea Demokratia që do ketë ndoshta një linjë më radikale ndaj Shqipërisë. Pra janë shumë zhvillime rajonale dhe evropiane për Shqipërinë, të cilat për mua e vështirësonin të lloj vendimi. Patjetër, të cilat Ralf nuk duhet të na bëjnë as ne dhe as ata mendoj të shpërfillin, për të përdorur termin tuaj, edhe zhvillimet e brendshme, dosjet, përgjimet, incizimet, skandalet e ministrave me radhë, arrogancën e qeverisë, dhe me që përmendi edhe bisedimin për Kosovën ose kufijtë e tjerë, më të një po themi vendosmëri për t'i bërë gjërat vetëm, dhe opozita u gjend edhe përballë kësaj vetmie, përballë kësaj pamundësie dhe por më lejoni ta vazhdoj fjalin tuaj. Përveç gjitha zhvillimeve dhe veçorive që ju përdorët ose që përmendët për sa i përket qeverisë, kemi edhe një entitet ndërkombëtarët, të cilët jo ndërkombëtarët, i cili quhet SPAK, i cili pritet të ndërtohet dhe të konstituohet brenda këtij viti. Nuk ishte ky momenti për të dalë nga parlamenti. Dhe e përsëris, unë kam qenë kundër bojkoti, të gjithë jemi kundër. Kush ka lexuar dy fjalë, 2 letra marrëdhënie ndërkombëtare dhe politik, e di shumë mirë që bojkoti parlamentar është një normë e papranueshme për mentalitetin perëndimor dhe për një demokraci. Kjo është normë. LSI-ja ka qenë një parti gjithnjë kundër bojkotit. Më lejo të kujtoj 2017, kur PD-ja ishte në çadër, LSI-ja vendosi që të hynte në zgjedhje. Unë jam një prej emrave që u dorëzua me listën e LSI-s në prill me sa mbaj mendon të 2017-s, ndërkohë që PD-ja parashikoi që të mos hynte në zgjedhje. Biles unë kisha bërë llogaritë që duke i qenë 11 në Tiranë, edhe Meheta atëherë më thoshte mos ki merak se ti je në parlament. Do unë i thoja, po 11 tani megjithatë, s'ka rëndësi. Unë pranova përgjegjësinë time. Duke pritur abstenimin ose mosmarrjen pjesë të PD-s. Me mosmarrjen pjesë të PD-s, LSI-ja do kishte shumë mandate dhe PS-ja gjithashtu. Tani, më fal. Pse 11 ju dhe ju ishte krijuar përshtypja që ju ishit nga njerëzit më të afërt të Ilir Metës dhe kështu duke, jo vetëm përshtypja, po edhe po themi edhe logjistika e raportit tuaj, aksesi juaj te ndërkombëtarët, ju shiheshit gjithmonë në takimet ndërkombëtare të Metës, i krijonit, kam përshtypjen se i krijonit një farë aksesi. Megjithatë u gjendet i 11 në një listë të skëtershme që është ajo e Tiranës, ndoshta është lista më e ashpër për një vend, pavarësisht se numri duket se është i lartë. Pse kur duket sikur ishi 2-shi ose 3-shi Ilir Metës, përfunduat i 11 dhe vijimi i pyetjes, a ka të bëjë kjo 11 me pakënaqësinë tuaj të vitit 19 që është futja në parlament? A ishte hakmarrja juaj për të qenë i 11? Jo, më beso, Alfred, me shumë sinqeritet. E përsëris edhe një herë, nuk është në një kënaqësi e madhe për një person si unë që vjen nga jashtë. Unë jam qytetar francez, bashortën e kam tuaj,
kam punuar në Londër për një kompani shumë të madhe për public affairs, lobimi. Nuk e kam fare të nevojshme realisht që t'jem në Shqipëri. Mund t'i në çdo moment dhe ndoshta po e them për herë të parë, unë në janar në shkurt, se kam shprehur ndonjëherë publikisht këtë që po të them ty tani, më fal po drejtohem me ty për afërsi të bisedës. Unë kam qenë duke bërë plane për t'u rikthyer në Londër bashkë me familjen. Unë janar në shkurt kam qenë duke parë për shkolla për vajzën, për të munduar që të rikthehesha andej nga zhgënjimi i madh që unë kam pas me zhvillimet në Shqipëri. Dhe kur ndodhi kjo, unë e pranova mandatin për shkak të një përgjegjësie morale dhe parimore që unë kam. Unë kështu jam. Unë kur Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi ishin të dashuruar mbas Erion Velis dhe Lali Erit, qofse mbani mend, unë i dilja kundër Lali Erit për sa i përket betonit që i hidhej tek parku. Dhe pavarësisht pakënaqësive që shkaktoja tek partia ime ose tek disa eksponent, kuptohet Lali Eri gjithashtu, unë i qëndrova qëndrimit tim dhe vendimit tim për ta kundërshtuar atë beton parimisht. Ka edhe ca njerëz që janë parimor, nuk jemi të gjithë lopirës. Kthehet gjithmonë në bisedë emri i Ilir Metës. Pse u vuri të 11-in Ilir Meta? Pse u vuri të 11-in Ilir Meta në listë? Dhe pikërisht tek ky moment bajraktarik, unë ndjeva krisjen dhe ndoshta fillimin e ndarjes përfundimtare nga LSI-ja, të paktën në parim, jo si antar. Se unë jam ende antar i KDK-s, nuk di të jem përjashtuar, nuk di si mund të përjashtohet një antar i Komitetit Drejtues Kombëtar, se s'është me statut, unë jam i zgjedhur. Vetëm po dhash unë dorëheqjen. Nuk e kam kuptuar ndonjëherë, sepse biseda me Ilir Metën ka qenë shumë e qartë. Pavarësisht dëshirës tij për të më pasur në presidencë, unë kisha dëshirë që të hyja në parlament. Vendimarrja e tij për të vendosur këtë lloj renditje, unë kam qenë kundër kësaj renditje, por për hir të lojalitetit që kam pas në asaj partie, bëra një fushat shumë radikale dhe shumë të fortë, duke qenë 11. Dhe të them drejtën, nuk është se mu duk shumë poshtë 11, se në fundit Edi Rama ka qenë i 8 në Vlorë, Gramoz Ruçi i 9, a i 10 në Fier. Pra, nuk është se numri... Në zonat tërësisht roz, të themi, edhe Vlora dhe Fieri. Po pra, e di ku është problemi. Në moment që ti je në listë... Tirana është ka një heterogenitet dhe i pranon... Po në momentin që ti je në listë, partia prezumon që ti do marrësh një mandat, apo jo, se LSI-ja nuk e dinte që do merrte 5 mandate në Tiranë. Mund të merrte 2. LSI-ja i dinte kufijtë e saj. LSI-ja mund të merrte 2. Mund të merrte edhe 7, mund të merrte edhe 10. Ilir Meta ka deklaruar edhe 40 mandate një herë gjatë historisë së tij politike, por njeriu megjithatë ose politikani, sidomos një politikan me përvojë si zoti Meta, e di se deri ku shkoi në kufinë e smundshmes. Unë nuk po e mohoj. Edhe ju shumë mirë e dini se 11-a me pjesëmarrjen e Partisë Demokratike ishte vendi pamundur. Unë nuk po e mohoj që për mua ka qenë një moment shumë zhgënjyes në karrierën time politike. Arsyet pse u bë kjo listë vlen të analizohen. Si u justifikoi Ilir Meta këtë vendim? Nuk ka patur fare justifikim, ishte një propozim, unë fundit e pranova, thash duhet emrim, merre, s'ka asnjë lloj problemi për listën. Di që ka pasur figura tjera të partisë që e kanë refuzuar, nuk po përmend emra për të ruajtur etikën. A ju kontaktuan tani kur e pan që ju mund të futeshit? Po, më kanë kontaktuar negociata të mos futjes ose të mos pranimit të mandatit? Po, më kërkuan që të shkoja në parti dhe të mbushja një formular për ku unë deklaroja që dorëzoja të drejtën time për të marrë mandatin. Një letër e cila s'ka asnjë vlerë juridike. Zero. Se ka pas edhe tjerë që kanë mbushur atë letër dhe tani janë futur. Janë disa prej tyre. Ju nuk e bët, besoj edhe po, në mënyrë të qartë thash që nuk ka shanse, ky është vendimi im personal dhe vendimi i familjes time, nuk i takon partisë. Nëse mandati është i partisë, atëherë KQZ-ja le të drejtohet partisë. Nëse KQZ-ja më drejtohet mua me emër, do të thotë që vendimi është i imi. Analizohet më kjo pjesa pse se unë fundit tani nuk jam as opozitar i ri, unë jam po vjetrohem atje. Opozitari i vjetër, shumë shpejt do mbushen 6 muaj atje. Po, edhe deputet shumë shpejt njerëzit do mësojnë që ne jemi opozita. Nuk do ketë më opozitë 30 vjetër, do ketë opozita. Tani
Sa mendoni se do vazhdoj kjo real? Ma lejo ta prek pak të pjesën e pse një person si unë shkoni 11 dhe disa persona tjerë pa emra shkojnë 1, 2, 3. Momentin që listat partijake trajtohen si listë private dhe pronë private e bajraktarëve, këtë lloj sistemi dhe këtë lloj prototipi deputeti që u largua, do kemi. Sepse duhet analizuar edhe pjesa e jetës parlamentare të atyre personave që ishin deputet para nesh, pra luajalitet qor i verbër, por edhe pjesa e vendimarrjes, pra ndjekja e urdhrit partijak në dele, në turm, e një çmendurie, marrëzie politike për t'u larguar, po i referojmë LSI-s të paktën, sepse LSI-ja nuk ka qenë asnjëherë partia e bojkotit, gjithnjë ka qenë kundër. Paktën kur Ilir Meta ka qenë kryetari i asaj partie, nuk do kishte shans që të ndiqej ky rrugtim. Dhe me sa di unë edhe brenda partisë. Kur thoni Ilir Meta, keni përshtypjen që vendimi është i zonjës Kryemadhi për bojkotin? Dhe apo thoni që zoti Meta është dorë jashtë në vendim dhe në parti? Po them në momentin që unë kam qenë aktiv në parti, ka qenë Ilir Meta kryetar. Unë atë LSI i njoh, pra në praktik, në eksperiencën time. I referohem thjesht si fakt. Pra ai ishte atje. Dhe unë atje isha. Cilat janë dallimet mes Monika Kryemadhi dhe Ilir Metës në leadership politik? Cilat janë dallimet mes Ilir Metës dhe Monika Kryemadhi? Po nuk e di se unë nuk e njoh Monika Kryemadhin në leadership. Unë s'kam qenë aktiv në parti në leadershipin e zonjës Kryemadhi. Kështu që këtë e njohin njeh kryesia e re tani. Nëse do e gjykoni nga aktiviteti publik, se aktiviteti i saj është publik megjithatë. Po nuk besoj që ka nevojë për koment një pyetje e tillë, se çdo shqiptar e di forcën që ka pas Ilir Meta, ishte themeluesi i partisë, ka pas një tjetër peshë, jo vetëm në drejtimin elektoral të partisë, por edhe në përfaqësimin e partisë në qarqet ndërkombëtare. Prandaj edhe insistonte që njerëz si unë e shumë të tjerë bashkëpunëtorë të mi të shkolluar, të kultivuar, të ishim rreth tij dhe të ndërtonim atë ekipin e fortë, robust. Me 30 qershor, Ralf? Unë mendoj që, unë kam qenë fakt që të shtyeshin zgjedhjet vetëm për hir të hapjes debatit për ndryshimin e sistemit elektoral. Dhe unë prandaj jam në parlament. Dhe i qëndroj asaj që kam thënë janar. Do ketë zgjedhje me 30 apo unë mendoj që tani do të ketë një, po themi, ulje të fundit, një pakt, ulje po themi të shpatave, të heshtave, do ketë një. Unë mendoj që nuk duhet ketë, nuk ka më kohë për pakt. Nuk duhet ketë. Unë mendoj që shqiptarët nuk ka kohë apo nuk duhet ketë? Unë mendoj që më kohë ka gjithmonë, ata bëjnë çdo gjë në moment. Por ju mendoni se nuk duhet ketë. Unë mendoj që tashmë në kushtet aktuale, ndërsa shqiptarët përballen me intimidim dhe me kërcënim dhune dhe prishje të rendit publik në rast zgjedhjesh, zgjedhjet duhet të zhvillohen. Ndërkombëtarët, partnerët tanë, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, do e mbështesin fort zhvillimin e zgjedhjeve dhe mbarvajtjen e tyre dhe ruajtjen e rendit. Çdo element destruktiv ose që frymëzon dhunë do dënohet ashpër, jo vetëm nga institucionet vendase, por edhe nga partnerët ndërkombëtar. Zgjedhjet do bëhen ashtu siç do bëhen, patjetër që nuk ishte më e mira e mundshme për sa i përket nivelit përfaqësimit, jo se kandidatët që do vinin nga PD-ja dhe LSI-ja do ishin marramëndas dhe të jashtëzakonshëm, por do kishte qenë më mirë që vendi të ishte më i qetë në klimë politike. Por në fundit, politika është ligj dhe akte. Dhe politika është parlament. Për sa kohë që parlamenti është funksional, ligjet janë funksionale, atëherë edhe zgjedhjet do jenë funksionale. Fundit nëse 4 ekipe pranojnë të një bashki të marrë nga njëjta parti, nuk do zgjonte kujtimin e një autokracie, një vendi, një partijak, e një monizmi, të cilin ne kemi. Sa bashki ka Partia Socialiste aktualisht që i fitojnë zgjedhjet e kaluara? 40, diçka e tillë? Pse në këto momente që ne flasim, pavarësisht diversifikimit të portofolit bashkiak, ku ka pas një ndarje PS, PD, LSI, ju mendoni që nuk ka autokraci në këto momente në përfaqësimin lokal? Patjetër që ka.
Kjo mua nuk më shqetëson. Ai le ti marrë të 61 bashkit, mua më intereson vetëm aktualisht më intereson vetëm ndryshimi i sistemit zgjedhor. Edhe një arsye më tepër për t'i treguar shqiptarëve se sa poshtë ka rënë Shqipëria me një ish opozit totalisht papërgjegjshme, me një mazhorancë gjithnjë e më arrogante dhe më shpërfillëse, dhe ndoshta kështu duhet shkojë kjo punë, që shqiptarët të zgjohen dhe të fillojnë të jenë më llogari kërkues ndaj politikanëve dhe njerëzve që duan t'i përfaqësojnë. Dhe ndoshta kjo do detyrojë edhe ata partnerë ndërkombëtar që të fillojnë edhe të shohin zemrën e problemit dhe thembrën e akilit, që është sistemi zgjedhor, sistemi politik, që për momentin për mua është i papranueshëm dhe nuk i jep asnjë mundësi përfaqësimit shqiptarëve. Ralf, duhet më fotografoni, do t'ju përmend disa emra dhe duhet më fotografoni me fjalë, po me nga një fjali, si shikoni ju këta personazhe në këtë moment, shkurt, një fotografi çasti, le të themi. Aleksandër Arvizu. Një mik i vjetër i imi. Ylli Manjani. Ish bashkëpunëtor në parti, Manjani. Ilir Meta. President, kryetari i munguar i LSI-s. Monika Kryemadhi. Kryetare nominale e LSI-s, bashkëshortja e Ilir Metës. Sali Berisha. Doktor Berisha. Sokol Balla. Gazetar, mik i vjetër. Ismail Kadare. Shkrimtar i madh. Emmanuel Macron. Presidenti për cilin kam votuar në zgjedhjet franceze, po që nuk kam për ta votuar më me mënyrën se si ndërtoi listën evropiane që ishte anti-shqiptare dhe anti-ballkanase. Hashim Thaçi. Drejtues ushtarak, shumë respekt për të. Donald Trump. Gangster politik. Rita Ora. Yll. Bleona Qerreti. Edhe më yll. Faleminderit, Ralf. Faleminderit.